Do thoja bujësia është në ditët e veta ndoshta më të vështira. Jo prej faktit se po themi t'ia faturojmë autoriteteve që janë në këtë moment, por ndoshta në gjithë këtë kohë vazhdim 30 e disa vjeçar, do thoja që mbase është në atë greminën ku o do bëhet ose do bëhet më kurrë, sepse edhe të rinjt po e braktisin bujësinë, nuk e shohin më si të ardhme, jo në Shqipëri, por ata po emigrojnë jashtë, dhe kjo është edhe një nga humbjet më të mëdha krau punës, forca e ardhmja që e kërcënon më së shumti bujësinë. Por nga ana tjetër duhet të jemi optimist, mbase në një moment të caktuar ne si shqiptar do përmblidhemi, do vëmë në zbatim disa zgjidhje të lehta, të thjeshta, por që kanë ndikim të madh, duke pasur vullnetin dhe dëshirën e mirë për ta bërë këtë gjë.